kultivojnë speca në përsera, domate. Zakonisht janë dy kulturat që kam pasur më shumë leverdi dhe që e kam ndjekur më mirë. Mundohemi ta bëjmë prodhimin sa më biologjik, organik, duke përdorur insektin që sulmon mushkonjën e bardhë, duke përdorur kurthet, feromonet për tut absolute në domate, duke përdorur rrjet të imët për mos hyrë insekti nga jashtë. Këto janë 3 gjërat kryesore tek sera. Zhvillimin, plerimin mundohemi ta bëjmë me sa më organik. Rrallë nëse kemi dem ekonomik, fillojmë me fusim plera kimik ose pesticide ose herbicide, ashtu to që themi. Atëherë sa është sipërfaqja që ju kultivoni, çfarë kultivoni kryesisht dhe sa e vështirë është për ta tregtuar produktin tuaj? Sipërfaqja që kam unë një dylym e pamundur për ta shtuar në pamundësi të infrastrukturës që nuk mundemi ta shtojmë me, mirë është ta shtoni. Domate, spec është kryesore për mua. Sa prodhim merrni juve në një sezon? Shiko, prodhimi varet në varësi të natyrës. Natyra është shkaku i të gjithave. Po kam dalë i kënaqur e kam kaluar parashikimin gjithmonë. A keni vështirësi në tregtimin e produkteve tuaja dhe ku e tregtoni zakonisht? Pjesa eksporti treq goxha. Po unë e tregtoj edhe brenda. Domaten në roze pink rokun triqet brenda në Shqipëri. Kurse speci zakonisht për eksport. Gjithë produktin e keni të shitur apo? Po. Mundohemi ta bëjmë sa më cilësor dhe po e bëre cilësor është i shitur. Ky është çështja e suksesit? Ky. Organika mbi të gjitha. Shija se pos shiti nuk vjen me ai të marri. Po ja bëre demin atit ja bën demi vetes. Edhe me pikat e rrugëllimit kemi folur, mundohuni të mini sa më cilësor ta rregulloni, ta bëni të pastër që mos të bini juve se demi na bet neve. Atëherë me subvencionet? Jo. Nuk i plotësojnë dot kushtet. Se do sipërfaqe do tokë me certifikat, unë nuk i kam me certifikat. Është e drejtë kjo, edhe pse ti ke një sipërfaqe të vogël, mund marrë subvencione. Nuk është e drejtë, duhet marrë subvencione. Duhet bëhet në bazë prodhimit. Subvencione. Ai mund të ketë kemi sera që janë bërë me grande tu dhe s'kan para prodhim, e subvencionet i marrin. Janë zero. Kurse neve që mundohemi elektonat, i mundohemi me shpirt për të justifikuar punën, lodhjen e të gjitha. Cila është thirrja juaj? Ku shkon? Thirrja janë punoni me vetdije, punoni me ndershmëri. Kjo është baza kryesore e jetës. Të gjitha pastaj varen nga natyra. Një dylym ser, punojnë familjarisht, me burrin, me djalin, vajza. Me këto merremi, me bilektori, këto kemi. Spec. Sa e lodhshme është për ju? Shumë. Mos themi që nuk është e lodhshme gënjej. Është e lodhshme, po kur merr atë frutat, kur merr lekët, shplodhet. Jeni të kënaqur me këtë punë? Po, pse të them jo? Ka qenë shumë mirë si vjet. Deri tani të kënaqur. Sa sipërfaqe keni? Një dylym ser. Se nuk mundemi. Pse? Se kam tokën larg, nuk ka rrugë, nuk ka ujë atje ku është. Toka dhe kaq. Nëse do të kishe tokë të afër, do të shtoni sipërfaqe? Po, do e shtoja. Mundohemi të luftojmë biologjikisht, kemi mbjell poshtë specit këtë bimën që tërheq mushkonjën e bardhë. Plus bimës mushkonjës bardhë, kemi edhe insektin që lufton mushkonjën e bardhë. Prandaj themi që speci është organik. Atëherë këto përdoren për mos të përdorur kimikate. Këto përdoren për të mos përdorur. Eliminuar kimikate. Po, zero me kimikate. Zero si ta them, insekticide. Nuk është përdorur fare insekticide, as këtu as në serë, as në domate. Nuk përdorim. Kemi kohë që s'përdorim. Dhe si luftohen? Me insekte, me feromone, me kurthe, me kështu luftohen.
janar, se harrëm datën. 8 janar.